Mirë, kthehemi tek nostalgjitë. Imagjino tani të kthesim ke kooperativat ku është ky betimi me gjithë këtë tjetrin. Por nostalgjitë që sillim ne në Portokalli janë shumë të mira. Dhe ato i sjell vetëm aktori Gent Hazizi. Brava. Brava. Brava të gjithëve. Nostalgjia sotme është për gjithë çunat e bordurave, për gjithë çunat e cepave të pallateve, për gjithë çunat e trotuarve që nisnin xhiron nga Sahati deri ke universiteti edhe në kthim. Është për gjithë ta çuna, është edhe për femrat. Unë i shive në bulevard, çunat esin ka për ka 6 veta bashk. Asnjë si kam kuptu këtë. Se kam kuptu pëse duhet bëhet xhiroja shu, por nuk e kuptoja sot pse nuk i fusim okrau njëri tjetrit, kam fryk sot. Opa, e gjindorë. Atëherë atë kohë, bulevardi nuk është se ka pas makina, ka qenë bosh dhe shëtisni njerëzit, bëj një xhiro shumë e madhe, duke i ke parasysh si në burg, sikur dilin njerëzit në ajrim, edhe i shifje, vetë se burgu ishe meshkuj dhe femra. Femrat pa diskutim që estin ka për ka, po t'i shifje 3 femra nuk ishte shanse, mos të ngacmoheshin nga çunat, po kjo vale nga pozicioni se ku ishin ullë. Për shumë ato që ishin ullë ke bordura për ballo hotel dajtit, ishin ato tipat për tatës. Kaloshin këto treja, o goce, do ne numërosh një plaka dhe ke universitetje, se deri këtu i ka numëru vetë nga Sahati deri këtu. Ke ura, për shembull, ke ura mode kanë qenë ato çunat që rrishin mbështet ke ura. Ashtë dhe fara, sa kaloshin ato, o goce, zgjidhi që ka to vetlat e bashkume, se na u dhe ka ura me të shikim. Po të vazhdojnë të gjiro më tej, ke Akademia Arteve, ka për këto studentet e vonuar që dilin nga Akademia, këto studentet e dramës, si doshin, këta ishin gjithë poezi. Thuaj, yjet s'janë zjarë, thuaj djeli u shua, thuaj toka është varë, a do vish në konvikt me mua? Femrat në atë kohë nuk është se kishin shanse me ullë në për bordura, sepse ullë ishin meshkujt. I vetë me të vënde ku shkonin, ishe o Tajvani, ose ke kafe flora për tongën e i zup 25 lekë, ose për pina i limonat. Po dhe aty nuk i shpëtonin nga cmimit çunave të bordurave, aty që ishin anës kafe florës. Ishin ato tipat që ishin, se ishin ke lagja, edhe ishin kështu. Sa i shifnin që po hyni ke kafe flore, o goce, a ke ore? A e gjithështë, jo, gjithi not. O dashnormi, ke? A e gjithështë, iko rrugaq. E ke që qoj, rrugaq, për si them zogut plaqën. Kur rrijet e kafe flora, nuk e dje, e mani men atë kongën, se kjo konga ka 20 vjetë, po unë këtu do të ras shokët e mi që të ndimojnë për këtë kongën. Kafe flora burra plot, Rruga ura, Tre vajza ulen tot, Parumpa, Pëshpëri në plotare, Parumpa, vajza tona vin tek ne. Y pra y, se po të futeshin. Normale që i shokët e mija bëjnë y, se 3 femra në i kafe me 200 burra, për qa futen? Futen me fut 200 burra në shërë. Edhe si hynin, se kënga vazhdojnë me hynë në vajzat si pranver, Parumpa, edhe përdet i në erë, Parumpa, Pëshpëri në plotare, Parumpa, vajzat tona vin tek ne. O Samir, Samir, pra Samir. Po puna ishte hynë në vajzat si pranver, perdet hidhen në përerë. Po me qa do i hidhnit perdet në përerë, mirë? Me ato mustajnë që kishin fillu me dalë që moshën 18 vjeqe? Apo me ato sandalët e lastikut në gjyrë rozë? Apo me ato fustanet e basmeve që duke i qartësisht
forma konike e sytjenave. Sytjenave të leckës, që kush nuk ishte gjokë si mushte me çarapet holla. A e mani men me gra sa keni vujt me ato sutjenat, sepse ato kanë pas sa komçat bardha nga mrapa, që kur zjeshi në 100 grad, nuk ishte mo birë none me i fut ke vrimat, se boheshin më të modhe sa vrimat. Dhe detyroheshin femrat, i mërtheshin këtu për para, edhe pastaj rrudulloheshin sutjenat që po që krahas. Po kam pasjen ato me susa metalike, që kur ndrysh keshin susat, i futshin kështu dhe i vishin si bluze. Ate e vazhdojnë kështu. Pa shiko dy sy tërthor, Paru pa, si shikim konservator, paru pa, o baba mos shif ashtu, paru pa. unë jam vajzë që vin nga ju. Tu janë i një këngës që di ti, lëre shpirti të trokas në gji. O quna, jena tu knu kongën Kafe Flora Burra Plot. O shkong tjetër këto, e bëjmë arrest tjetër të kongën. Paru pa, Atere dy sytë tërthor, te lokali, o baba mos shif ashtu. Po më si do t'i të shofi baba. Po pëse më baba tha ty e goce ime, merë dy shojët e tuja dhe ati ke lokali, si na 200 burra nesër do gjesh na i burdhje. Jo, pra pse e ve siklet babën. Dhe po të shkosh, ti shofësh femrat, janë ullë të kafja, kanë marrë limonatën, dhe gja me meshku që janë. Tavolina djem për bal, paru pa, si shikojmë dhe as një fjall, paru pa, po ti edhin sytë këndej, paru pa. do e mos do na pëlqej. Po pra, e shef pra që ju pëlqen, nuk i shofim qunat, po ku do i shofësh ti jeto po të shofin, apo fermat e kanë që ndjesine e shikimeve e ndjenjë këtu të supet, bështrimin. Po ti shkosh këtë tavoria, nuk është e janë dubone i muabet. Se konga vazhdon me udhët tona gjëre gjatë, Paru pa, shkoj në zine kombinat, paru pa, po punoj më për atë, po pra po. vajza tona vin tek ne, nu pafshim kafene. Kafene, 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 ne. Ka marru gjithë muhabeti atyre dhe legët kanë marru, ato kanë përtartë ke 15 diçi që do vi kur të marrin rrogën, sepse që atyre ka dalë ajo shpreha e famshme, o goce mos ma boj ftyrën si fun 15 diçi. Kjo është nostalgjia për sot. Publicitet